Përshëndetje miq të kanalit tonë në YouTube. Sot kemi një video që i përket shitjes së vajit të ullirit në për teneke. Video është më shumë informuese dhe doja që t'ju thoja që kur bleni vaj në teneke, si shikoni këtë teneken këtu, ka dhe një teneke tjetër në krah të saj. Po të shikosh këto më vete, nuk ka ndonjë dallim të madh në vetvete, po të shikosh më vete. Ndërsa po ti marrësh dhe t'i vësh në krah të njëra tjetrës, shumë shpejt ke për të kuptuar që një teneke është më e vogël nga tenekja tjetër. Kjo këtu është 16 deri në 16.5 litra vaj ulliri. Kjo tjetra është 17 deri në 17.5 litra vaj ulliri. Dua t'ju them që kur bleni vajin e ullirit të jeni të kujdesshëm, sepse mund t'ju shesin këtë teneke këtu dhe kur të vi puna të llogaria, t'ju llogarisin për 17 deri në 17.5 litra, ndërkohë që ju kanë shitur 1 litër më pak. Bëni kujdes kur bleni vajin e ullirit, sepse teneket janë të njëjta në pamje të parë, por në litra as pak të njëjta. Këtë doja të thosha për sot. Ju faleminderit që na ndiqni. Nëse ju pëlqejnë video tona në YouTube, ju lutem të bëni like, subscribe dhe share për të informuar edhe personat e tjerë që nuk kanë informacione të kësaj natyre. Ju faleminderit dhe mirupafshim.